Miqtë mi mirdita dhe mirë se erdhën në transmitimin tonë të drejt për drejt. Edhe këtë të njëjtë të 26 marsit do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur dhe padyshim do të flasim për ngjarjen e rëndë të ndodhur vetëm 2 ditë më parë, me 24 mars rreth orës 14:30 minuta në fshatin Kuman të Roskovecit, një 80 vjeçar, shefi të Rapaj, ka ekzekutuar fillimisht bashorten e tij 75 vjeçare dashurie Rapaj dhe më pas ka kryer vetvrasjen. Ndiqni fillimisht materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur dhe në ditën e djeshme, kryeplaku i këtij fshati, që e njeh shumë mirë këtë familje, ka dhënë një intervistë të gjatë për emisionin Me Zemër të Hapur. Ne do ta ndjekim pas disa intervistash dhënë fillimisht nga vllai i Sëndierës i zonjës dashurie Rapaj, një banore dhe më pas fqinjët të cilët e kanë njohur nga afër këtë familje prej 25 vitesh në fshatin Kuman të Roskovecit dhe kishin ardhur nga një tjetër fshat i Beratit. Në fillim dua të jap ngushëllimet e drejt për drejta, edhe pse e kam bërë këtë gjë në mënyrë private me njërin prej vëllezërve të zonjës dashurie Rapaj. Ditën e djeshme ka qenë ceremonia martore, ku të dy protagonistët e kësaj ngjarje, dashurie Rapaj, është marrë dhe është varrosur pikërisht pranë prindërve të saj, është marrë nga vëllezrit, nga 9 fëmijët që kanë mbritur, sepse shumica prej tyre jetonte jashtë kufijve të Shqipërisë dhe në fakt autori i kësaj ngjarje tepër të rëndë, 80 vjeçari, shefi i Rapaj, fillimisht trupi të cilit u la në morg dhe më pas ceremonia martore është kryer nga njësia administrative e këtij qyteti. Ndjekim fillimisht materialin prezantues të kryeredaktores Anila Akmataj dhe rikthehemi në studio. Ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur do të trajtohet një nga ngjarjet më të rënda dhe tronditëse që ka ndodhur së fundmi në vendin tonë. Në fshatin Kuman, një histori e dhimbshme ka marrë jetën e 2 bashkëshortëve të moshuar, ku sipas të dhënave paraprake, një 80 vjeçar dyshohet se ka vrarë me armëzjarri bashkëshorten e tij 75 vjeçare brenda banesës, përpara se t'i jap fund jetës edhe vetë me të njëjtën armë. Çifti kishte rreth 20 vite që jetonte në këtë zonë, pasi ishte zhvendosur nga Levan dhe ishin prindër të 9 fëmijëve, shumica e të cilëve jetojnë në emigracion. Vetëm njëri prej djemve ndodhej pranë tyre dhe është marrë në pyetje nga autoritetet për të ndihmuar në zbardhjen e ngjarjes. Burime nga fshinjët bëjnë me dije se familja kishte pasur konflikte të vazhdueshme ndër vite. Madje vetëm pak ditë para kësaj tragjedie, policia kishte ndërhyrë për të qetësuar një tjetër përplasje mes çiftit. Po ashtu rezulton se rreth 10 vite më parë i moshuari kishte tentuar vetvrasjen. Ngjarja ka sjellë jo vetëm dhimbje të thellë, por edhe tensione mes familjarëve të ndjerëve. Sot në studio do të përpiqemi të hedhim dritë mbi këtë tragjedi, të kuptojmë shkaqet që çuan në këtë fund të dhimbshëm dhe të përcjellim një mesazh të fortë ndërgjegjësimi për shoqërinë, sepse pas çdo lajmi të tillë fshihen histori të gjata dhimbje, heshtje dhe thirrje për ndihmë që shpesh nuk dëgjohet në kohë. Detaje të tjera dalin në dritë nga intervista zhvilluar me kryeplakun e fshatit Kuman, i cili e njinte çiftin prej kohësh. Ndiqni rrëfimin. Fatkeqësisht edhe kjo ngjarje e paralajmëruar vetëm disa ditë përpara 24 marsit, ku ndodhi dhe tragjedia e 2 fisht në familjen Rapaj. 80 vjeçari fillimisht ka ekzekutuar bashorten e tij 75 vjeçe dhe më pas ka kryer vetvrasjen, të cilën e ka tentuar edhe në vitin 2006, sipas familjes Rapaj 20 vite më parë. Ka mbetur jashtë vëmendjes të gjitha institucioneve për të mbajtur në monitorim kjo familje, po t'i pyesësh të gjithë ata që kanë njohur çiftin familjar flasin me një lloj respekti të jashtëzakonshëm, siç është respekti për të gjitha gratë dhe vajzat dhe nënat në fakt në Shqipëri, ashtu ishte dhe dashuria siç kishte dhe vetë emrin ajo, ndërkohë që kur flitet për shefit Rapaj të gjithë mund, për shkak se dihet në traditën shqiptare kush vdes fliten fjalë të mira, në fakt nuk janë thënë fjalë të mira, por ama nuk thuhen edhe të vërtetat e 80 vjeçarit shefit Rapaj, duke bërë
atë një njeri konfliktual, flasin jashtë kamerave dhe përballë kamerave vendosin të gjithë ata që e kanë njohur këtë familje të thonë që jashtë shtëpisë duke një njeri normal, por asnjëherë një njeri problematik në fakt për komunitetin e zonës nga ku kjo familje kishte prej 25 vitesh. Do të mundohemi të hedhim detaje të reja ditën e sotme. Ditën e djeshme kam kryer një intervistë të gjatë në fakt me kryeplakun e fshatit Kuman të Roskovecit ku ndodhi edhe ngjarja, fqinj me familjen Rapaj, me zotin Tomor Metani. Ne do ta ndjekim pas pak intervistën e tij, sepse fillimisht do t'japim intervistën e vllait të zonjës Dashuri. Do të mundohem ditën e sotme, ashtu siç kemi folur së bashku me kryeredaktoren e këtij emisioni Anila Ahmataj ditën e djeshme me vllain e zonjës Dashuri, por edhe përpara se të hynim në transmetimin e sotëm, folëm përsëri me zotrin, edhe një herë ngushëllime të drejtë për drejta për gjithë fëmijët e çiftit Rapaj, por sidomos për familjen e zonjës Dashurie. Me mua në studio avokatja zonja Ana Pertena, përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Në krahun tënd Irina Shanaj, psikologë jam, përshëndetje, mirë se erdha. Panel zonja është ditën e sotme sepse po flasim përsëri për një tjetër grua e cila kishte luftuar gjithë jetën e saj. Ne do dëgjojmë edhe intervistën e kryeplakut të fshatit Kuman, zotit Tomor Metani, dhe do ta kuptojmë se kush ishte Dashuria në të vërtetë, si duket edhe familjarët, prindrit e zonjës Dashuri dhe vetë zoti i dha këtë emër, sepse ajo ishte me të vërtetë një dashuri jo vetëm për familjen e saj, por edhe për gjithë banorët e fshatit Kuman, dhe jo vetëm për gjithë ata që e kanë njohur zonjën Dashuri, madje kryeplaku i fshatit thotë që ajo ishte një dashuri e vërtetë edhe me të gjithë fëmijët e fshatit Kuman. Zonja Ana, ti si grua, si e ke përjetuar këtë lajm? Keqësisht e vis po dëgjojmë her pas here lajme të tilla dhe kjo nuk është as pak gjë normale. As pak normale. Po kthehet në një normalitet dhe këtë duhet ta pranojmë. Pikërisht. Edhe fatkeqësisht vazhdimisht dëgjojmë vetëm vrasje ndaj gruas, pra zakonisht burri vazhdon të jetë burri i dhunshëm, edhe është një shoqëri maskiliste ku zakonisht ekzekutohen gratë. Teksa dëgjojmë edhe për zonjën Dashuri, kuptojmë që është nënë e 9 fëmijëve, pra heroizmi i saj që fillon që këtu, që ka sjell në jetë 9 fëmijë. Por më bën përshtypje fakti që i dhunës në familje. Sepse me sa dëshmohet edhe nga persona rreth e rrotull zonës, ka pasur raste që kanë denoncuar dhunën brenda familjes, dhe përderisa nuk ka pasur një masë, dhe ne nuk jemi njohur me një masë, një urdhër mbrojtje apo një gjë që të reflektonte situatën e saj edhe kërkesën e asaj për ndihmë, do të thotë që edhe institucionet kanë heshtur. Më bën përshtypje edhe fakti që fëmijët kanë mbajtur një qëndrim në lidhje me, edhe pse i vdekur, kanë mbajtur një qëndrim në lidhje me babain, që do të thotë që ata ndoshta dinë edhe më shumë për babain se sa herë dunonte situatën brenda familjes, dhe ky lloj reflektimi ndoshta ka qenë edhe për hir të kësaj. Mendon se fëmijët kanë qenë në dieni dhe prandaj ata kanë vendosur mos e përcjellin për mbanesën e fundit, sepse në qoftë se është kështu, atëherë do të thotë pse fëmijët, përveç se institucioneve, kanë qenë kaq indiferent ndaj dhunës që babai ka ushtruar ndaj nënës së tyre. Se këtu pastaj fillojmë në një analizë akoma edhe më të gjerë. Tani përderisa e vis ka pasur njoftim të organeve përkatëse, edhe para disa ditësh po. Fatkeqësisht pse kemi ngjarje të paralajmëruara dhe të pamonitoruara. Mendoj që edhe fëmia që ka jetuar me ta normalisht u ka bërë prezent edhe fëmijëve të tjerë. Prej 2 javësh kishte djali më i vogël që ishte kthyer. Bravo, por mendoj që edhe nga historiku i vrasësit, mendoj që mund të ketë brenda dhunës edhe një problem psikologjik, sepse ka dashur të vrasë veten, pra nuk janë parë të gjitha, nuk janë monitoruar në të gjitha aspektet. Mund të ketë pasur ai një problem psikologjik edhe vazhdimisht bënte dhunë, por ka qëndruar indiferent edhe organi përkatës që është policia në këtë rast për të marrë masat, përderisa dhuna ka qenë evidente. Nuk është kollaj e vis për një grua 70 ca vjeçare të denoncojë dhunën.
ajo arrin ta denoncoj në momentin që ka te kaluar çdo lloj mundësie për ta përballuar atë situatë që ka përjetuar brenda familjes. Kështu që nuk ka gjetur edhe ndihmën e domosdoshme dhe edhe ndoshta gjendje ekonomike, edhe fëmijët që her pas here i detyrojnë prindrit të heshtin, pushoni se jeni të vjetër, duroje se s'ke që bën etj. Kanë çuar edhe në këtë rast në konfliktin familjar. Për mua heshtja e organeve përkatëse është shumë e rëndësishme. Do marrim detajet të reja sot. Sepse ata marrin edhe kallëzimin, por edhe e kuptojnë që rasti mund të ketë qenë i rënd, përderisa ka pasur edhe raste të tjera, jo sporadike, do të thotë që ata nuk kanë marrë masat ose kanë neglizhuar rastin. Mirë, do kemi mundësi ta zgjerojmë edhe bisedën tonë, sepse në këtë moment të parë duam vetëm nga një koment personal se si përjetohet një ngjarje, duke u zhveshur nga kostumi i profesionistit, siç jeni ju në këtë rast. Irena, ti si e ke përcjell lajmin? Fillimisht personal, më pas do dalim me detaje, se dalin detaje të reja që dua në fakt edhe ti komentoj me një psikologe, se ku janë gjetur trupa, sa para përgatitur ka qenë e gjithë ngjarja, kush janë fajtorët, çfarë do të thotë që janë varrosur të dy të ndarë, e kuptoj deri këtu. I zotërisë është ende në morgue. Jo, është varrosur, por nga njësia administrative, të paktën në morgue ka qenë deri në momentin që unë kam zhvilluar nga familjarët nga ta. Gjithsesi, edhe ku janë gjetur trupat, se do ta diskutojmë vetë si e ke përcjell, nëse më përmbledh diçka të shkurtër se kam intervista të një pasnjëshme. Para si gjitha ngushëllimet e mia 9 fëmijëve të çiftit të ndjerë dhe ngushëllimet e mia po ashtu të afërmve njerëzve të zemrës së çiftit të bashkëshortëve. Ngushëllime plot dhembje dhe plot empati, e kam përcjell me shumë tronditje të fortë emocionale, me shumë zemërdhembje, sepse rasti tragjik i zonjës Dashuri është fundi, është fataliteti i një nëne të vetmohuar, i një gruaje të vetflijuar për gjatë gjithë jetës së saj. Është nositi zonja Dashuri. Zonja Dashuri është ajo gruaja që solli 9 jetë, u dha 9 fëmijëve jetë, u përkujdes gjatë gjithë jetës së saj për një bashkëshor që në fund i mori jetën. Dhe këtu qëndron tragjizmi, dhe këtu është epika e gjithë tragjedisë të tyre familjare. Dyerve të familjes, sa ajo nuk këtu kishte hapur gojën asnjëherë. qëndron epizmi i gjithë tragjedisë familjare dhe është një rast pa diskutimi kopshëm. Pse vrasja e grave në Shqipëri nuk kursen as këtë moshë? Femicidi është një plagë të tmerrshme e shoqërisë shqiptare. Sepse ka shumë pak narrativ, ka shumë pak zë ndërgjegjësues dhe ka shumë pak revolt krahasuar me gjithë këto raste. Nuk po flasim për një rast izoluar, edhe sa jetë të tjera grash do merren. Dhe grash kaq të përkujdesura. Dhe grash që janë shtyllat të sistemit familjar, janë gra shumë në funksion, janë gra që janë bërë leva të gjithë familjes, të gjithë raporteve farefisnore, gra që kanë një nderim të jashtëzakonshëm në komunitet, gra që përcillen me shumë dinjitet, me shumë respekt, dhe pikërisht po ndodh femicidi sepse po i lëm në heshtje, po ju mësojmë kurajon. Pra, në momentin që ne do stopojmë, do t'u japim zë këtyre grave, dhe këto do të çohen për të drejtat e tyre, dhe do mbajnë qëndrim, vetëm në atë moment do shpëtojnë nga ky cikël abuziv, nga kjo dhunë e përsëritur. Nëse do t'i lëm që bëj durim, durimi nuk është vlerë, po ju mësojmë një antivlerë. Durimi duhet bërë për
gjëra shumë sublime, për gjëra shumë madhore, për gjëra shumë cilësore, por jo kur diskutohet vlera e jetës. E kuptoj. Në fakt, ne do flasim për feminicidin në Shqipëri dhe në botë, ku është ndryshimi midis nesh edhe botës, çfarë duhet të dim ne dhe pse shkojmë deri tek vrasja e grave dhe e vajzave në Shqipëri, çfarë tolerojmë, sepse ti thua që fjala që përmblodhe pak minuta më parë ishte përdurimin, por ne tolerojmë edhe gjërat më të vogla që pastaj kalojmë tek gjërat më të mëdha. Janë pikërisht këto gjërat e akumuluara që do dalin, do shpërfaqen një ditë. Sa më shumë të shtypim gjithë të emocionet përgjatë gjithë jetës, aq më të forta bëhen dhe aq më në pah do dalin një ditë, siç ka ndodhur në rastin e zotrisë në fjalë. Mirë. Për ta zgjeruar edhe më tej dhe për të marrë detajet e kësaj ngjarje, fillimisht ne do ndjekim një intervistë dhënë për mediat, vllai të zonjës Dashuri, e ndjekim në këto momente se çfarë ka thënë ai pikërisht për këtë ngjarje. Dje kam marrë vesh lajmin në orën 3:05, më ka marrë nipi në telefon, edhe nga puna e nga drekën, u qetësova pak, telefonin në tavolinë, më bie telefonin në Messenger për moment, për tova të ngrishin, nuk zgjalla dorë, thash, kush merr do marri prap. Po më blonte diçka në gurmas, nuk po rria dot. Pa kalu një minutë, unë ngrita dhe mora telefon, shikon nipi. E marrë telefon dhe më thot, kam vdek të 2 daje, e ka vrarë. Në atë moment, ka marrë vllajën e madh në telefon, morëm njëri tjetrin, për ta shpëtuar, mo e gjeni do të gjallë. Se rrimi fshat, Miroslavec i lartë, edhe këtu, ishte policia, mediat e gjithë, nuk na lejon të një brenda, okej, s'ka problem, shteti bën punën e vet. Ja kështu. Po, por ishin në atje në të konflikte që kishin patur në ardhin e djalit nga emigracionit? Ai ka qenë problematik, ka qenë. 50 vjetë motra jonë gjithmonë, pra te ka qenë mules. 50 vjetë. Për shembull, kishte hije prindrit të rënd, jo një baba. E vërësirë, të vi fëmija të përqafoj, të vi krujat se jemi vetë familjar, hiti dorën e qafët, u lodhe, u bere, kupton? Kupton? Ja i shanë. Para 10 ditësh mund t'i themi, i denacion e polici. Vje policia, këtu merë motrën, merë dhe nipin. Më marrë telefon nipin nga Greqia dhe më thonë, daja, shkon në Roskovec se ka marrë policia maman dhe Arturin. Përse i ka denoncuar shefiti? Çfarë ka denoncuar për pasurinë? Kriminali. Për çfarë denoncuar? Kishim mjellë ca gjera në poshtë, patate, kupton? Pse i mbodhe tu, po s'më falë, e si mbodhe këtu. Vre i mbodhe djali, nuk të ben këtu, mbilli ti më te i modë. Para 10 ditësh? Urdhon? Ishte dënuar apo Jo. Për moment nuk pata mundësi të vija në atë moment që më mori nipi telefon. Vjetë shupa, kisha gocën në shtëpi, kam shkollë në Tiranë, bie gocën në Roskovec, e nisë në Tiranë gocën, edhe vi këtu telefon, i brenda e gjeni në tre. Sa i brenda filloj motra po ngushëllojsh. Nipi, i ka pa pëqafe, përqafove, qa kini, qa ka ndodhë? Po ja, i vata, reshe firë, pse pëksh, e ke djallë. Nuk të pëlqej tu, haj këto, modë mos e mbil tu, mbilli më tej, qetësoni, qajnë. konflikte banale? To janë konflikte kot, a i me fjalë ka qenë problematik, I ka dënuar më përpara? Shrankuar më të Te do të themë se unë kam jetu në Greqi 25 vjetë, unë e shkallë, që të themi një burri dhunshëm, ka qenë, po nuk e mendoni kurse si që të arritë deri këtu? ja kaq, të arrinte deri këtu, dhe para 20 vjetësh ka bërë vetvrasje, ka kriju vetvrasje. Për tentativë vrasje? Po. Çfarë arsye? Këto gjëra. Ku ka qenë? Këto gjëra. Para 20 vjetësh, në mars të 2000, është regjistruar policia, në mars 2026. 16. Ja, 2006. Do 2006, po 2006. Ariane që më shëta vjetë më? Sa diferencë ka? Arbeni është i madhe. Arbeni është 50 vjeç. 50 vjeç Arbeni. E po vjetë 67-25. Sot është ceremonia martore dhe trupa do të përcjellen në ndarë.
ne kemi marrë të ndjerën tonë, motrën tonë, dhe ta varrosim lartë ku kemi nënën dhe baban, tjetë në mes lullit. Nuk më intereson fare, ate e kam dhënë me zë dhe me shkry, ta e mini dhe e gropostin në kanalin më të thellë. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi në pjesën e dytë të emisionit Me Zemër të Hapur dhe ndërkohë po flasim për ngjarjen e rënë të 24 marsit të 2 ditëve më parë në fshatin Kuman të Roskovecit ku 80 vjeçari Shefit Rapaj ka goditur fillimisht me armë zjarri bashorten e tij zonjën Dashurie Rapaj, 75 vjeç dhe më pas është vetvrar. Ditën e djeshme kemi pasur mundësi të kryejmë një intervistë me zotin Tomor Metani, me kryeplakun e fshatit Kuman të Roskovecit, se si e nje ai këtë familje dhe çfarë ka ndodhur në këtë familje, ndjekim intervistën fillimisht. Lidhemi në këto momente me kryeplakun e fshatit ku ndodhi edhe tragjedia e familjes Rapaj. Zoti Tomor Metani është drejt për së drejti me studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Zoti Tomor, të përshëndes. Përshëndetje, zot. Në radhë të parë, do doja t'ju falenderoja që gjetët pak minuta kohë, e dim që jeni shumë i ngarkuar me punën tuaj, por donim të flisnim pak për familjen Rapaj. Si e njihni ju familjen Rapaj? Tani familja Rapaj ka ardhur në Kuman prej shumë vitesh. Dhe aty janë sill shumë të mirë, shumë njerëz të rregullt, të komunikueshëm. Kanë qenë shumë mirë, nuk kam patur probleme. Sa vite kishin që kishin ardhur në Kuman? Po bejnë mbi 25 vjet. Nga kush vend kishin ardhur? Ata ishin nga Levani i Beratit. Nga Levani i Beratit. Dhe nga Levani kishin 25 vite në fshatin tuaj, apo jo? Mbi 25 vite. Mbi 25 vite. Si e njihni të ju autorin e dyshuar deri tani që bëri vetvrasjen, por edhe autorin e dyshuar për vrasjen e zonjës Dashuri? Tani ai normal ka qenë në rregull, familje mirë, nuk kam pasur probleme. Nuk kam pasur probleme. Unë kam rreth 13 vjet që jam kryeplak aty, po i kam dhe në lagje. Po? Dhe nuk kam sjell ndonjë problem, ndonjë shqetësim, nuk kam pasur ndonjë shqetësim. Po sidomos Dashuria. Po? Ishte zonjë grua. Po? Tani ato gjërat, unë kur kam marrë vesh dje, jam habitur. Si që shqo ngjarje kështu që ndodhi. Ju si e morët vesh lajmin? Unë e mora vesh nga një shok, më merr telefon, kalon me makinë. Aty dhe më merr telefon, ore, ku jem? Më i kalon në punë. Ka ndodhur një rrëmuj, po shikoj këtu tek shtëpia e Shefitit, tha. Po? Se lagja jote. Mora pasaj ata të shtëpisë në telefon. Më thanë mua polici, po shikojmë atje, po më duket ka vrarë veten në Shefiti dhe Dashurinë e shket. E qartë. Pra ishin familjarët tuaj që ju lajmëruan në lidhje me gjithë situatën. Po, familjarët. Po, kishin dëgjuar familjarët e tu krisma arme? Jo, nuk kishin dëgjuar, bile. Unë dhe mrem që isha, se vajta mrem aty tek shtëpia, dhe djali daje që e ka përballë shtëpinë në vija ajrore, xhadja i ndan a 10-12 metra ose 20 metra, edhe nuk dëgjuam as krisëm as gjëra. E kuptuam. Ju flisni me një lloj respekti si edhe shumë bashkëfshatarët tuaj në lidhje me të ndjerën me zonjën Dashuri, por disa njerëz janë shumë të rezervuar kur flasin për Shefitin. Ti si kryeplak i fshatit, si e njeh Shefitin? Shefitin nuk ka pasur probleme aty, nuk ka qenë në një në rregull, ka qenë familjar të mirë, të respektueshëm. Sa fëmijë kishte çifti? Shefiti kishte 9 fëmijë. Si keni njohur ju fëmijët e çiftit? Tani fëmijët ishin të rregullt me norma, me gjitha gjërat, po fëmijët kanë ikur në emigrim dhe nuk njihen shumë tani. Së fundmi, djali më i vogël 27 vjeçari jetonte me prindrit. Ka rreth një javë, 2 javë që ka ardhur nga emigrimi. Një javë apo 2 javë që ka mbritur nga emigrimi? Nuk e di, e kupton? E qartë. Pra, edhe Shefiti nuk e njihni si njëri problematik, apo jo? Jo, nuk ka qenë njëri normal, me shoqërinë, me respektet, me gjitha gjërat, nuk ka qenë.
Thuhet, të paktën nga dëshmia e bashkëshortarëve tuaj, që policia ka mbritur edhe disa ditë më parë në familjen Rapaj. Keni dieni ju për këtë gjë? Nuk e di. Se çfarë mund të ketë ndodhur përpara kësaj tragjedie? Nuk e di. Nuk e dini, nuk jeni. Nuk e di se unë jam në punë, i kinë bjesë dhe vetë ndarkë se po punoj këtej në një vend largët edhe. Qartë, por policia kur arrin në familjen e dikujt, kontaktin e parë ka me kryeplakun e fshatit, apo jo? Jo, mua nuk më ka marrë njëri telefon që të më thoshte këtu puna. Po bashkëtarët tuaj kanë dieni në lidhje me incidentin e përpara disa ditëve? Jeni informuar për këtë gjë? Nuk e di, nuk di si të them se në muhabetet e mbrëmshme që u bë, po diskutojshin këto gjëra, e kupton se ishte një rreth familjar, ishin edhe nuk po diskutojshin këto që kishin problem dhe me të vllain e dashurisë që unë bisedova me në vendin mbrëm. Po. Dhe ai nuk dinte gjë. Dhe kunati shefitit, pra vllai i dashurisë, thonë ju. Po, vllai i dashurisë, që po bisedoni mbrëm kur vajta tek shtëpia. Dhe nuk dinte gjë, po ta dinte se masa. Shefiti punonte? Jo, më shefiti është pensionist. Është pensionist. Në lidhje me një oficinë pranë shtëpisë së tij? Po ka vite që e ka mbyllur atë. E ka mbyllur. Po. Po në lidhje me armën, duke qenë se keni qenë mbrëmjen e kaluar dhe keni pasur mundësi të flisni me familjarët? Ku mund ta ketë gjetur? Nuk po di se me qa gjojtë, unë atë pyeta të kunatin. Ore nuk e di më thaj, unë pyeta policinë, sa i kishtë ardhur në moment aty, e kishtë njoftuar. Vllai i dashurisë, kur kishte folur për herë të fundit me të ndjerën? Vllai i dashurisë, ai tha 2 ditë më përpara, apo 3 ditë kishte folur me dashurinë. E kishte parë të shqetësuar, çfarë kishin folur motor e vlla? Jo, nuk e di se çfarë folën, po ta di ashtu sa unë fola 2-3 ditë më para me dashurinë dhaj. Në lidhje me marrëdhëniet e tij me shefitin, si kishin qenë? Të mira. Të mira. Të mira se gjithmonë e mande dashuria, e kupton se dashuria ishte model. E kuptoj. Kështu thuhet në fakt nga të gjithë një grua model, por pak të rezervuar jeni kur flisni në fakt edhe për të ndjerin shefit Rapajn. Do doja të dija nga ju, zoti Tomor, ti për herë të fundit, kur e ke takuar për herë shefitin? Ja, nuk e kam taku, jemi përshëndetur kështu ai tek shtëpia, unë kaloj te xhadia dhe kaq. Kur e ke parë për herë të fundit? Kur ka qenë kjo përshëndetje? Po, në rreth një 2 java, 3 javë, diku kështu kemi kaluar dhe përshëndetur me njëri tjetrin. Por biseda e fundit që ke bërë me të, kur ka qenë? Jo, ka qenë normal, unë kam një dyqan vogël aty tek shtëpia dhe erdhi mori një bidon vaj për motorsarën. Po? Bëm 5 minuta muhabet, qyrshe kalon, ja këto muhabete, nuk që se bëm në një muhabet. Të bëri diçka për shtypje në komunikimin tuaj të fundit? Jo, ishte normal. Ndonjë shqetësim që ju përcolli? Jo, ishte normal, si që ka qenë ditët e tjera. E kuptoj. Po me zonjën dashuri, kur ke komunikuar, kur je parë për herë të fundit? Me dashurin kam shpejt, që i kam folu kër kam qenë azadja kësu, për dashuris i flisi dhe fëmijët e vegjël. Pra edhe fëmijët e vegjël të fshatit i flisnin? Po. Me fëmijët e çiftit, nuk e dia keni komunikuar apo jo? Jo, se unë i ka në punë, nuk ata erdhën vonë, mbrëmë edhe sot jam në punë. E kuptoj. Megjithatë, do doja të dija, duke qenë se djali më i vogël, 27 vjeçari, kishte rreth 2 javë ose 1 javë, thoni ju, nuk e mbani mend saktë, që ishte kthyer nga emigrimi. Ke pasur mundësi të komunikosh me djalin? Jo, pa i sot është në... Po ikin me ikin, po varrosin, po i bëjnë nderimet e fundit jemës. Jo, do doja të dija këto 2 javë që për para tragjedisë, nuk e pasur të komunikosh me djalin? Nuk kam pasur, jo. Mund të na thoni pak si ka qenë mbrëmjen e kaluar e gjithë situata në familjen Rapaj, fëmijët erdhën nga emigrimi në orët e vona të natës, nuk e di si ishte qasja e tyre kur hyrën në familje. Unë nuk e di, po të gjithë ishin vetëm njerëzit e dashurisë. Nuk ishte absolutisht nga njerëzit e shefitit. Çfarë njerëzish ka shefiti në fakt? Shefiti, unë e di që ka një motër aty në Kuman dhe ajo nuk ishte. E ka përballë shtëpisë bile.
Sipas informacioneve që ne kemi nga Kumani i Roskovecit, ku ju jeni kryeplak, motra jeton vërtet në atë fshat, por ti më mirë se sa unë e di që prej kohësh ajo nuk komunikonte me shefitin. Jeton edhe është ballë për ballë dhe nuk komunikon fare. Sa vite kanë që nuk komunikojnë? Tani unë do them, dikur ka ardhur me shtëpi aty ajo në Kuman, aq vite po bën, që s'flasin. Që do thot sa vite? Po ai bemaki mund të ketë 15 vjet që ka ardhur e motra aty. Dhe rreth 15 vite nuk komunikonin motor e vlla? Jo, nuk kam folur fare, nuk kam punë e tyre se si kam pasur marrëdhënie. A kanë një motiv konkret për ta treguar në këtë studio? Se kjo do të thotë që shefiti pas ka qenë njëri problematik, një motor të vetme dhe nuk fliste. Jo, nuk e di, punët e tyre se nuk i futemi shumë atyre mua vetë. Pra, mbrëmjen e kaluar, thoni ju, në shtëpi kanë qenë vetëm familjarët e dashurisë. Vetëm familjarët e dashurisë, vëllezërit, niprit, mefat. Dhe më pas kanë ardhur dhe fëmijët. Do shta do kenë ardhur në orë të vona, se unë nuk mejnë shumë vonë. Pate mundësi të komunikoje me djalin më të vogël që ka qenë? Jo, ai as fliste, as bende, vetëm ullërinte, bërtiste, bende. Tregojnë ndonjë detaj kur i kishte parë për herë të fundit prindrit? Jo. Po nuk tregoj asnjë. Si do pyese, si ta bëhe. E qartë. Në qoftë se do t'ju pyesni në lidhje me këtë tragjedin, çfarë do të thoni të ju si kryeplak i fshatit? Pse ka ndodhur dhe çfarë mesazhi do të përcjellnit? Mesazhi është që kur nuk duhet të ngresh armën ndaj bashkëshortes, fëmijëve dhe vetes. Duhet të zgjidhen gjërat se jeta një herë të vjen. Në qoftë se do të kishit mundësi ta dinit motivin e kësaj ngjarje të rëndë, përpara se të ndodhte tragjedia si kryeplak i fshatit, do ta kishit ndaluar. Do ta kishit ndaluar. Fakti që nuk kam folur, çfarë do të thotë për ju si kryeplak? Si nuk kam folur? Që ju nuk keni pasur dieni, ata nuk e kanë folur, nuk e kanë bërtitur problemin dhe hallin e tyre. Jo. Po shiko, dëgjoj mua pak. Po. Dashuria ishte çdo gjë në mbulesë, çdo gjë vetëm në rregullim. Nuk nxirrte llaf dashuria nga shtëpia që ta nxirrte për jashtë. E qartë. Po shefiti? Ose fëmijët të paktën? Po ai asnjë fëmijë nuk ishte shefiti aty, bashkë jetonte me dashurinë. Por unë shpresoj që të 9 fëmijët të kenë shkuar, të kenë ardhur nga emigrimi her pas here. Dëgjoj tani, ata edhe po kur vinin çdo gjë ata kanë qenë të rregull faktikisht gruaja bashkë me gjithë bashkëshortin. Edhe unë me makinë shikoja që lviznin bashkë të dy. E qartë, megjithatë unë them që motra dhe vëllezërit, të gjithë njerëzit e dashurisë, nipër dhe mbesa, kanë qenë kaq shumë të shqetësuar mbrëmjen e kaluar, sa besoj se edhe ata e kanë pasur parasysh se çfarë mund të kishte ndodhur brenda asaj familje, çfarë ju thanë, të paktën juve. Nuk pritesh absolutisht asnjë gjë që të ndodhte. Ju e mendoni vërtet këtë gjë, që ka qenë diçka e papritur? E papritur ka qenë se nuk pritesh që të ndodhte. Nuk ngris dora ndaj dashurisë, arma. Megjithatë, shefiti thoni ju është takuar me ju përpara 2 javësh dhe nuk ka shfaqur asnjë lloj shenje për të kuptuar që erdhi mori një bidon vaj atje për motorsharën, qysh jeqë që kalon, qysh me këto muhabete. E kuptoj. Po kishte ndonjë. E kuptoj. Në lidhje me varrimin e shefitit, çfarë flitej? Unë sot se i kanë orën 5 në shtëpia. Po? Dhe fola me djalin e dajës, fola me ata. Më thanë që kishin marrë vetëm të jemën, dashurinë. Qartë. Dhe më duket se kanë marrë vëllezërit për ta çuar në Allambres, se fshati i tyre. E kuptoj. Mirë, zoti Tomor, unë falenderoj që të kisha në këtë intervistë. Të falemderit, po nga këto ngjarje mos pas kurrë. E shpresojmë dhe urojmë edhe ne të mos ketë ngjarje më të tilla. Faleminderit edhe një herë për intervistën, të uroj gjithë mirat. Faleminderit. Faleminderit juve.
Kjo në fakt ishte edhe intervista me zotin Tomor Metani, kryeplakun e fshatit Kuman të Roskovecit, ku ndodhi edhe ngjarja e rënd, e dyfisht, dhe fillimisht fjalën e kaloi avokate zonjën Sana Pertena. Besoj se kjo intervistë gjatë shpalosi atë që ne e dyshonim në krye të herës. Pra, zinxhiri institucional është i shkëputur. Përpara disa ditësh, policia dhe dashuria pas ka qenë shefiti që ka denoncuar dashurien në polici dhe policia nuk pas ka lajmëruar të paktën institucionet si që është kryeplaku i fshatit që në bashkëpunim me policin shkojnë për të vërtetuar në vendngjarje se çfarë mund të ketë ndodhur, por edhe administratorin, punonësit social dhe shumë institucione të tjera të cilat në fakt përgjatë këtyre ditëve duhet të ishin në monitorim të kësaj familje. Kryeplaku i fshatit u rezervuar duke thënë që unë nuk kam qenë në dieni që shefiti kishte denoncuar pak ditë më parë dhe unë nuk e dija, janë marrë masat nga policia. Të paktën ZBZ-ja e zonës duhet të jetë në dieni të E vis ka ndodhur një ngjarje, ka ndruar jetë 2 persona, tashmë kjo ka ndodhur dhe përpiqet edhe të relativizohet disi situata nga persona që nuk kanë lidhje familjare, por kanë lidhje institucionale. Pikërisht pra. Atë doja të thosha që nëse në një fshat, sepse vjet të re kur vjen policia në një pallat dhe në qytet, jo në një fshat që duket që po futen forcat e policisë diku, dhe në fshat përhapet edhe më shpejt fjala. Kështu që është e pamundur që kryetari të mos ketë marrë vesh fare se çfarë bëhet, por relativizohet disi. Megjithatë, nuk është përgjegjësia e kryetarit të fshatit, por gjithsesi është përgjegjësia e policisë. Përderisa policia ka pasur njoftim dhe përderisa familja mban këtë qëndrim, pra edhe njerëzit e dashurisë, por edhe fëmijët e saj në lidhje dhe me babain, ata din akoma dhe më shumë. Është ndryshe me të thënë situata dhe ndryshe ngjarja se si ka ndodhur. Prandaj edhe në raste të tilla, edhe pse kanë ndruar jetë që të dy, pra ka vdekje dhe me vdekje, gjithsesi ajo prokuroria do hetoj. Pra se si kanë qenë ngjarjet e vërteta, se të thënë andej këndej është vetëm pjesë filmike nga ana jo. Sa hetohen këto ngjarje ku autori i një ngjarje, autori dyshuar, i një ngjarjeje vetvritet ose ndron jetë. Se kam pak rezerva në këtë drejtim dhe bashkë kemi qenë edhe për ekzekutimin e Migena Kodrës në studion e emisionit Me zemër të hapur. Prandaj do ndaloj këtu. Sa heton prokuroria në të tilla raste? Ne kuptojmë që me paraqitjen e policisë, kur është referuar dhuna, kjo ngjarje duhet shkonte nga policia në prokurori. Aty ndoshta nuk ka edhe një procedim penal të regjistruar me rastin e 10 ditëve më përpara. Sepse kjo dëshmon edhe se sa hetohet dhe si hetohet. Por gjithsesi, edhe në këtë rast... Nësa dëgjuam ishte shefiti që kishte denoncuar dashurinë dhe të birin, ndoshta. Por hetimi do ta nxirrte se kush, sepse denoncimi tani është bërë edhe në një farë mënyrë, është bërë edhe objekt manipulimi, që një burr mund të marrë i pari policinë ose prokurorin, po në fakt ai është dhunuesi, nuk i dihet. Po, si pas vllajt të dashurisë, po, ka qenë i dhunshëm. Pikërisht, sepse edhe fjala që thot kryeplaku që dashuria ishte dashuri, ndërsa për tjetrin kanë rezerva, do të thotë që diçka din. Edhe fakti i qëndrimit të familjarëve do të thotë që diçka din, që kush ka qenë dhunuesi vërtet. Dhe edhe nëse në polici denoncon një burr, nuk do të thotë që burri është i dhunuar apo dhunues. Ato dalin nga hetimi. Pra rëndësia është thellësia e hetimit, jo kush denoncon në polici apo në gjykat. Tani, situata bëhet më e rëndë sepse kohëve të fundit ishte bashkuar edhe fëmia më i vogël i çiftit që sapo ishte kthyer dhe në fakt flitet që është një nga ata fëmijë që ndoshta brenda familjes mund të ketë pasur disa vese dhe ndoshta zonja dashuri mund të ketë qenë në mbrojtje të fëmijës, siç është djali më i vogël. Të gjitha këto në kuadër të thashë themeve se nuk është se kanë folur drejt për drejt vet ata. Thuhet. Po, që ka qenë jashtë banesës. Po si ka mundësi që thuhet për veset e djalit, flitet për dashurinë sa zonjë ishte në komunitet dhe nuk flitet në fakt nga komuniteti, vetëm nga familja
për agresivitetin e shefitit, i cili jo rastësisht 20 vite më parë në mars të 2006-ës, se jemi në mars të 2026-ës, kishte bërë një tentativë suicidale. Kështu që edhe kjo ka të bëjë, pra duken shumë element që në një farë mënyrë duket që dashuria është viktim e bashkëshortit të saj. Por ne nga ana juridike, sepse çfarë janë fjalë mbetet në kontekstin e hetimit. Dhe unë respektoj gjithsesi hetimin, pavarësisht se si mund të bëhet në krahasim me fjalët që thuhen. Por ti mendon se hetohet ashtu siç duhet kur autori dyshuar ndron jetë? Nuk hetohet siç duhet. Zakonisht përpiqet që të mbyllen brenda për brenda dhe ta pushojë prokuroria. Po mirë, po përgjegjësit, pse nuk i nxjerrim ne në momentin e një hetimi kur autori dyshuar ndron jetë? Ana, sepse në qoftë se kjo familje pas ka denoncuar disa ditë më parë dhe disa ditë pas këtij denoncimi ndodh kjo tragjedi, atëherë prokuroria duhet të vërë përpara përgjegjësisë administrative dhe ligjore personat përgjegjës, institucionet përgjegjës. Pse nuk e bëjmë ne këtë gjë? Me iniciativën e vetë, ndoshta jo, sepse janë vetë përgjegjës, prokuroria dhe policia janë një. Pra nga policia denoncimi do shkon te prokurori, si do bëj përgjegjës vetën e vetë prokuroria. Në qoftë se materialet nuk janë referuar nga policia. Po pastaj nga hetimi do dalin, nëse është përgjegjës policia ka marrë masa ose jo. Nuk kam dëgjuar ndonjëherë që të ketë hetim institucional dhe të merret përgjegjësia ndaj një ngjarje kaq të rëndë. Po ta them sepse ne kemi dhe raste të tjera zakonisht mbyllen, dhe këtu nuk është përgjegjës vetëm për dhunën. Këtu është edhe një armbajtje pa leje, që ka qenë brenda banesës dhe se besoj se ka qenë armë e blerë në ato moment. Pra ka qenë e fshehur diku në banesë, që besoj se dieni kanë pasur një pjesë e familjarëve. Çfarë do të thotë? Më kujtohet gjithmonë një rast po thuaj i ngjashëm, por jo me pasoj vdekjen, dhe unë vazhdimisht i thosha zotërisë shtëpisë që ishte po thuaj 80 vjeçar sa shefiti, dhe i thosha një nga problemet është dhuna brenda familjes, po problemi tjetër dhe që prokuroria ka hetuar është edhe armbajtja pa leje që ju keni pasur, sepse policia vajti në banesë për diçka tjetër, pra për dhunën familje, dhe gjeti armën. Dhe vazhdimisht plaku thoshte që arma nuk është problem, ne armë kemi gjithë fshati. Pra normalizojnë armatosjen. Ishte normalizuar, edhe ky që e ka pasur në banesë ka qenë një normalizim, nëse e kanë ditur dhe familjarët, mund ta ketë ditur dhe dikush tjetër dhe mund të ketë pasur edhe dikush tjetër armë aty në fshat, nuk është çudi. Shiko, ne normalizojmë jo vetëm armët, po dua të përfshi pak edhe Irenën, ne normalizojmë edhe për mënyrën se si drejtohemi partnerit apo partneres, sepse këto gjëra të vogla çojnë pastaj në dhunë dhe pas dhunës edhe në fatalitete. Vetëm një detaj i vogël që pavarësisht se arma mund të ishte dhe mund të mos të ishte, që edhe nëse ka dalë nga një thellësi e caktuar, do jetë parë nga njëri nga familjarët. Po patjetër. Ndoshta se është dashur të pastrohet, të rregullohet, që të bëjë veprim, por edhe nga ana tjetër, edhe nëse s'ishte arma, ai në qoftë se ka pasur në mend diçka do të ndodhte. Po pse të jetë arma kur jemi në 2026-ën dhe shteti pavarësisht se ka bërë thirrje të dorëzohen dhe nuk ka bërë kontrollin e duhur në përfshatra sidomos, sepse armët mund të ekzistojnë kudo, sidomos në zonat rurale. Edhe në qoftë se nuk ekzistojnë, ato gjendet në shumë lehtësisht për të blerë ndaj këtyre personave të cilët kanë në fokus të bëjnë ngjarje të tilla. Aq më tepër që kemi të bëjmë me sa duket me shumë gjasa, sepse nga analiza, nga perceptimet edhe nga fjalët, me një person problematik. Qartë. Irena, do doja të merja mendimin tënë në lidhje, mendohet se trupat janë gjetur në shtratin në krevat. Të dyja trupat, të paktën këto janë disa detaj që kanë dalë në media dhe janë darë në fakt në media, si të duk komunikimi i kryepllakut të fshatit në lidhje se si njihej kjo familje. Një komunikim goxha i cunguar, do thoja, që më tepër korrekt se sa i cunguar. Shumë sipërfaqësisht na njeh me ngjarjen, pa diskutim, sepse kjo ngjarje tragjike nuk është një episod, një shpërtim, një llahëtari që ndodhi brenda një dite, pa diskutim që është një jetë e tërë e kaluar në heshtje, në sakrificë, në mos komunikim, në përleshje,
në pakënaqësi, në tensionet akumuluara, dhe këto dinamika kaq konfliktuale, bashkëshortore dhe familjare, sigurisht që aty kanë qenë dhe gërgja të forta. Rastësi, marsi 2006, suicidi i shefit Rapajt dhe marsi 2026, vrasja e bashkëshortes dhe vetvrasja e tij. Rastësi, pra ndryshimi i motit nga i ftohti, kjo pranvera, sepse ne gazetarët ndjekim me shumë përpikmëri muajin qershor, korrik edhe gusht shtator. Kjo është momenti kur ndodhin ngjarje kaq shumë të rënda dhe fund viti dhe fillimi i vitit, dhjetor edhe janar. Do të thoja as pak rastësi, kjo është një kronik e paralajmëruar. Kjo sjellje dëmtuese ka qenë një sinjal i fortë alarmi, ka qenë një piskam e thellë dëshpërimi, sepse i ndjeri, zoti shefit, mendoj që ka ndjerë një izolim goxha të fortë psikologjik, ka ndjerë një gjendje të thellë vetmie, braktisjeje, dëshpërimi, harrese dhe mos kuptimi. Nuk është ndjerë i kuptuar pa diskutim që besoj fuqimisht që ka patur problemet shëndetit mendor dhe këto shenjat e hershme. Këtu duat të ndalojmë, arrim ta kuptojmë ne këtë gjë, apo jemi bërë indiferencë nën fëmijët e çiftit, të cilët kanë jetën e tyre, jetojnë jashtë. Ka patur probleme të shëndetit mendor që duheshin adresuar te profesionistët, në psikolog, në psikiatër, dhe janë injoruar në heshtje me atë besimin ton irracional kolektiv të tipit do kaloj, ha mos e do kaloj. Flasim më detaje në pjesën e tretë dhe të fundit, ndjekim hapësirën e dytë dhe të fundit publicitare dhe rikthehemi një herë në studio. Rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit të këtij emisioni. Përpara se të kaloj fjala tek psikologja Irena Shana, ishim duke folur në fundin e pjesës së dytë pikërisht për disa element që na bëjnë të dyshojmë tek shëndeti mendor i shefit Rapaj, i cili nuk është identifikuar se vuante nga shëndeti mendor, por elementet të cilit i ka pasur, sepse u dha në intervistën e vllajt të dashurie Rapajt që në mars të 2006, 20 vite më parë, ka tentuar vetë vrasjen, por edhe disa elementë të tjerë të cilët në NZ po thuhen ditët të fundit me njëherë pas kësaj tragjedie të dyfisht. Për të hedhur dritë edhe një herë mbi këtë ngjarje dhe t'i kaloj fjalën Irenës, le të ndjekim një banore të fshatit Kuman në Roskovec. Vetëm dashuria është këtu, kurse shefitin e ka lënë djemët e kanë lënë mort. E ka lënë sa të qetësohen, pasi dhe marrin nuk e di se mora. Ka një situatë tensionuese mes dy fisëve. Ata fisi shefitit nuk ardhë fare këtu. Vetëm janë njerëzit e dashurisë, vëllezërit, motrat, mbesat, nipër këto. Jeni të rënditur? Unë dije të them të drejtën se kisha pak tokë ndaj dhe vajta pa shëllim. Edhe kur ika ishte qetësi, kur u ktheva, vetëm pa shulërima dhe dje se më kishin pirë dhe rrishin. Edhe i thash burrit që qëndroj një çik ti ndajmë se gjuna. Po më vinte keq edhe kur mora vesh, kam qarë për atë grua, se ishte zonjë. Ajo erën e fundit i piu kafe tek mua, më tha pak do rritha se do ikni se kam burrin smur, kam shefitin smur. Nuk e di se nga erë. Se flasim për ato pjesën e djalit vogël. Ishte mbaruar një shkollë, ishte penduar. Jo, në Greqi ka qenë tërkohën. Këto muajin e fundit e kam parë që ishte ka qenë këtu me këta. Bën dha thithë mund se më ka pasur me djalin, e shellur për djalin, se çdo nen për fëmijën bëhet copa dhe këtu kanë qenë sherrët, ta mundani, nuk e di saktë.
Shumë do me thënë se edhe disa detaje që tha zonja në fjalë, herën e fundit që piva kafe me zonjën dashuri, më tha do iki në shtëpi shumë shpejt, do qëndroj pak sepse kam shefitin e sëmur. Do ta diskutojmë vetëm pas pak se çfarë hipotezash mund të hedhim në ditën e sotme dhe si duhet parandaluar një ngjarje. Ndjekim se çfarë kanë thënë në një blog të shkurtër edhe fqinjët e Kumanit. Po kështu në fshatin mirë sjell. Se ç'kam pas brenda për brenda. Se di. Vitesh kanë qenë me kunatin, se ka kunatin këtu. Dhe të shpinë tre kaqa, kam pas me njëti nuk flisti, nuk shkoni. Kom shqit më të mirë që kisha. Sidomos zonja. Zonjën e kisha ta me si motrën time. Para 4 ditësh kam patur një grindje, ka ardhur. Po, e di atë, problem që kam patur një grindje, nuk e di. Rikthehemi për të diskutuar gjithçka në studion e emisionit Me Zemër të Hapur dhe fjalën ja kaloj Irena Shanej. Irena, hodhëm mendimet për shkak edhe të asaj çfarë ka ndodhur 20 vite më parë, suicidin të paktën të konfirmuar tashmë edhe nga kunati i shefitit, vllai i dashurisë. Tham që muaji mars ndryshimi i klimaterik luan rol tek shëndeti mendor, kemi thënë gjithmonë dhe vazhdimisht në këtë studio. Dyshimet e tua ishin edhe përpara se ti të mësoje në fakt atë çfarë tha kunati për suicidin, por dëgjove edhe zonjën edhe fqinjët. Si ka mundësi kur ne mbajemi si popull që merremi gjithmonë me punën e tjetrit, thashet e me gjip, por kur ndodh një ngjarje kaq shumë e rëndë, flasim shumë mirë për viktimat ose ndoshta zgjedhim një lloj heshtje siç ka zgjedhur komuniteti i Kumanit në lidhje me shefitin me 80 vjeçarin. Për fat të keq, në psikologji njihet gjerësisht ky dualiteti, ambiguiteti mes asaj që ne servirim, pra fasadës që ne servirim në shoqëri apo në komunitet, si një familje e qetë, e harmonishme, që i zgjidh apo më së paku i amortizon gjërat, problemet, vështirësinë brenda familjes, duke u kujdesur që të japin një dukje të paqët dhe mirë funksionale të sistemit të gjithë familjes, dhe nga ana tjetër ka një realitet të heshtur privat të familjes, që është brenda dyerve të mbyllura. Këtu ndodh ai konflikti i vërtet, këtu ndodh legjitimimi i heshtjes, po i referojmë, po e konkretizoj pra si rast, është legjitimuar heshtja, është legjitimuar një jetë të mos nxjerrit zë, edhe kur lodhja ka qenë tejet e gjatë, tejet e thellë, tejet kronike, lodhje fizike dhe emocionale, se po flasim për një çift të moshuarish. Për çfarë na shërben kjo heshtje? Se kjo është një lloj hipokrizie. Kjo jo vetëm të thuash që ca ditë më parë ka qenë policia, të thuash familje e qetë. Jo vetëm hipokrizi, por është patologji, pra është në mënyrë të zhdrejtë e lidhur me mirë funksionimin e shëndetit mendor. Nëse ne duam të funksionojmë mirë, ne duhet mësojmë të reagojmë ndaj gjërave që vërtet kanë rëndësi. Po pse nuk është kuptuar nga familjarët? Dhe jeta ka vërtet shumë rëndësi. Në momentin që këta familjar, këta fëmijë, këta të afërm kanë pikasur sinjalet e hershme, shenjat e para që kjo nën ka patur nevojë për ndihmë, që kësaj nëne i ka plasur buza, që kësaj nëne i është sosur durimi dhe i ka ardhur shpirtin majt hundës, sepse është gjendur vetë, ka rritur 9 fëmijë e vetme dhe arrim të lexojmë ndërreshta një bashkëshort jo bashkëpunues, jo ndihmues në rritjen dhe formimin e këtyre fëmijëve, ndoshta ka garantuar atë mburojën financiare të familjes, por nuk arrim të lexojmë përsa i përket zhvillimit moral dhe psikoemocional të këtyre fëmijëve, sa kontribut i vlefshëm ka qenë ky baba, sepse për të ndjerën flet vet akti fatal, pra fakti që i mori jetën
dhe e lanë në mbrojtjen e Zotit, sepse njerëzit që e rrethonin nuk arritën ta mbronin nga një bashkëshor Tiranë, mirëpo të gjithë i kishin sinjalet, aty ishin. Sinjalet pa dyshim. E thash edhe më parë, piskamat e dëshpërimit kanë qenë aty e vis. Ishte një gjë që për fat keq mund të ishte e parandalueshme, pra që para 20 viteve, ai mund të adresohej në problematikën e shëndetit mendor që kishte, mund të merrte mjekimin e duhur dhe mund të mbështetej fuqimisht nga familjarët dhe mund të harmonizohej në kontekstin familjar dhe komunitar. Pra nuk do të kishim këto shpërthime agresiviteti, çdo detaj të mundshëm të shëndetit mendor. Këto shpërthime agresioni, këto shpërthime armiqësie, këtë frustrim të jashtëzakonshëm, këtë irritim të jashtëzakonshëm, sigurisht ka eskaluar situata, është përkeqësuar nga viti në vit, sepse nuk ka marrë ndihmën e duhur mjekësore dhe nuk ka marrë një mbështetje reale emocionale. Pra e ka parë veten të injoruar dhe të pakuptuar. Pra ju nuk ju bëhet vonë për mua, më lini këtu në heshtje, le të vdes me këtë malin këtu me ilaçe që kam, e ka ndjer veten, pra po të vihemi dhe të shohim pak edhe optikën e vrasësit, duhet kuptojmë që është ndjer që i ka humbur kontrolli, është ndjer, ka patur një ndjenjë varësie, pra jeta ime varet nga gruaja, po s'më bëri hyzmet, po nuk më bëri derman, po nuk u kujdes për mua, unë nuk funksionoj dot, unë mbaroj si njeri. A thua se vetëm kjo është arsyeja? Jo, nuk është vetëm kjo arsye, ka patur shumë tensione të heshtura, e thashtë edhe më parë, ka patur shumë përplasje, ka patur shumë emocione të papërpunuara. Por jo vetëm brenda familjes, sepse përballë shtëpisë shefitit ishte motra së bashku me bashortin me kunatin dhe nuk komunikonin prej shumë vitesh. Gjithë komuniteti e dinte dhe kur bëhet fjala si e njihni ju shefitin dhe çfarë mund të ketë ndodhur, heshtin dhe ndërkohë flasin fjalët më të mira për dashurinë. Dua të them këtë gjë, pra profili i tij konfliktual. Është por nuk bërtitet pra, shpërtimet e tij kaq agresive duheshin adresuar në kohë. Tani nuk mjafton që ne të hedhim, e diskutuam pak edhe në hapësirën publicitare, duhet heqim dorë që të hedhim këtë qefinin e shërbetosur tek të ndjerët, pasi akti monstruoz ka ndodhur. Pra, le të ndërhyjmë, le të vinë në ndihmë këtyre familjarëve dhe nëse këta nuk e bëjnë, le të ndërgjegjësojmë që ti djali dashur, ti vajze dashur, shkoj në mbrojtje nënës tënde. Irina, këtë ngjarje duket sikur në studio bëhen vetëm moralizma. Flitni dhe jepuni zë, sepse ajo ka qenë viktime një abuzimi emocional, një jetë. Komuniteti ishte hipokrit. Përderisa shefiti kishte motrën, së bashku me bashortin, me kunatin e shefitit dhe nuk flisnin prej vitesh, dhe kur i vë mikrofonin thonë ne nuk dim asgjë, në lidhje me shefitin dhe dashuria ishte një dashuri më vete që fliste... Dhe ndodh pikërisht ajo që në psikologjinë sociale ne kemi thënë shumë herë, pra efekti spektatorit. Ne nuk do bëjmë spektatorin, ne nuk kemi bërë kurse si dhe nuk kemi në plan ta bëjmë spektatorin kur humbin jetë njerëzish, nuk negociojmë me vlerën e jetës. Pra ajo gjithë jetën realisht e visë më ka pikluar pa mas dhe nuk duhet ishte fundi i tillë i dashurisë. Zemërthyer për atë fund aq tragjik, sepse nuk ka marrë as më të paktën e atij trajtimi dinjitoz që ka merituar si nën, si grua, si një njeri aq i nderuar, si një nën që ka dhënë veten, ka dhënë jetën e saj, ka bërë kaq shumë dhe të mos mbrohet. Zakonisht të mosha të tilla kur ndodhin në vdekje natyrale ne themi janë dhënë sinjale, pra familjarët kanë qenë tregues që kanë një marrëdhënie konfliktuale, pra ka patur përplasje, ka patur kontradikta të her pas hershme, kështu që mund të bëhej diçka. Atëherë, absolutisht dakord me ty Iren, sepse në mosha të tilla kur ka vdekje natyrale ne themi ka rritur 9 fëmijë, ka plot një për embesa, i martoi të gjithë, i ka të gjithë të mirë
me shëndet, pra ky burr apo kjo grua, ky zotri apo kjo zonjë ka ikur i plotësuar nga kjo jetë se i mori gjithçka jetës, por në rastin e dashurisë ne nuk mund ta themi këtë gjë, sepse ajo sakrifikoi shumë, bëri 9 fëmijë, por çfarë mori në fund fare? Ajo jo vetëm që nuk mori atë lapidarin që duhet i ngrejmë çdo gruajës dashuria që lind dhe rrit 9 fëmijë, por mbart edhe një bashkëshortë të tillë duke mos nxjerr asnjë fjalë të keqe për të edhe jashtë 4 mureve të shtëpisë dhe në fund fare meriton një vdekje të tillë. Nëse do duhet ta them pak në mënyrë grua. më simbolike, jeta e saj është jetuar në heshtje dhe është mbyllur, është ndërprerë në zhurmë. Dhe kjo është shumë. Kjo është shumë. Kjo është ajo që dhe duhet jetë një thirrje për gjithë ne si gra, për gjithë ne si nana që nëse ndjehemi të nëpërkëmbura, të zhvlerësuara, të pafuqishme, të pamjaftueshme, atëherë do duhet të kërkojmë ndihmë, ta bërtasim nevojën gjërat e vogla që ne ndihmë. tolerojmë për të ardhur pastaj edhe tek këto fatalitete të grave dhe vajzave, siç është vrasja. Se flasim vazhdimisht për dhunën. Nisë gjitha nga mosdhënia e mendimit. Nis nga mosdhënia e mendimit, pra mospranimi i mendimit. Në një vend që ti mbyllë gojën, në një vend që ti nuk lejohesh të mendosh në mënyrën tënde autentike, ti nuk mund të funksionosh si një njeri i lirë. Gjithçka nis nga mendimi. Ti nuk mund të kesh vlerë jetë, liri jetë në momentin që ty nuk të lihet, ti nuk lejohesh, nuk vlerësohesh për mendimin tënd. Nga mos respektimi i fjalëve më të vogla, ne shkojmë tek hyrjet më të mëdha dhe pastaj tek dhuna dhe më pas tek vrasja. Po e amplifikojmë kaq shumë, pe ushqim kaq shumë, kaq në mënyrë të vrazhd këtë kulturën patriarkale dhe sepse po i lëm të durojnë, edhe sa do duroj një grua, një nën. Pra një grua që po i bën gjitha rolet, një grua që po përkujdeset për burrin, po përkujdeset për fëmijët, po përkujdeset për të ruajtur marrëdhëniet farefisnore, për njerëzit e bashkëshortit, për njerëzit e saj, për të qenë një njeri korrekt në komunitet, për të nderuar e respektuar në lagje, pra edhe sa duhet të duroj. Një grua që t'jetë momenti i flamurit kuq, të thotë po, unë tani kam nevojë për ndihmë. Pra duhet të ndodhi rasti i zonjës dashurie që ne të çohemi, sepse realisht më vjen shumë keq sepse duhet bërë një punë e jashtëzakonshme ndërgjegjësimi edhe nga shoqatat që janë në mbrojtje të grave, sepse po bëhet shumë pak. Ku është zëri ndërgjegjësues? Pra do flasim vetëm kur ndodh apo para se të ndodh? Këto gratë që janë në momente, këto gratë që nuk janë në marrëdhënie pune, që nuk e kanë atë fuqinë financiare, që nuk i kanë ato kompetencat e duhura intelektuale apo sociale, a duhet kënë zë? Apo duhet jemi vetëm 2-3 që të flasim për to? Po këto do t'i... Nuk duaj që t'jemi vetëm në pozita advokimi, pra pse të bëjmë ne zërin e tyre, le të çohen dhe t'a bëjnë ato, t'i fuqizojmë në mënyrë të atill që të mos e lejojnë këtë, që ndërpresin këtë cikël dhune, këtë zinxhir dhune. Dua të ndaloj pak tek ndryshimin që thash që në krye të erës dhe t'ju marr një mendim të dyjave dhe më pas ta mbyllim edhe këtë pjesë të tretë tek vrasja e grave në Shqipëri, ndryshe nga vrasja e grave në botë, siç njihet ndryshe dhe feminicidi. Duhet ta themi, pse është ndryshe në Shqipëri, sipas këndvështrimit tënd Iren, dhe feminicidit në botë? Pse është ky ndryshimi sipas teje, Irena? Sepse ka ardhur shumë vonë ndërgjegjësimi në Shqipëri. Është pranuar dhe ka ardhur shumë vonë. Jo, kush janë motivet e vrasjes së gruas në Shqipëri dhe motivet që më tepër janë pasioni, histori roz, vrasje roz e tjerë, por edhe ndoshta nga një bashkëtesë me një person i cili nuk është diktuar që vuan nga shëndeti mendor, ka dhe vrasje të tilla, por për numër popullsie jashtë nuk janë kaq shumë të zakonshme. Ndërsa në Shqipëri gratë shqiptare nuk vriten për nder. Jo, nuk vriten për nder, nuk vriten për moral. Gratë shqiptare nuk vriten. Edhe, por statistikat tregojnë shumë pak raste roz, shumë pak vrasje pasioni, krahasuar me vrasje, sepse vrasësit kanë patur profile kriminale dhe patologjike.
Ndjesevis? Ne vrasim edhe për shkak të mentalitetit. Në të shumë të herë, edhe vrasi pasioni ka, janë pak më të rralla në Shqipëri, gjë që është e kundërta jashtë. Prandaj doja të bëja edhe një... Janë raste shumë sporadike këto rastet roz, le të themi. Gratë në Shqipëri vriten atëherë kur vendosin të zgjedhin veten. Sepse u mësojmë kulturalisht edhe u trashëgojmë kulturalisht vajzave dhe nënave të reja dhe grave që të durojnë dhe të avën vete në shërbim të vjerit, të vjerës, të burrit, të njerëzve të kunatës, të kunatit, të hyrje daljeve. Familja nuk është një institucion dhe nuk konsiderohet si tillë në Shqipëri. Dhe gratë për sa kohë janë konsideruar si leva, si instrumenta që do duhet të mirëmbajnë dhe të harmonizojnë gjithë sistemin familjar, dhe në momentin që thotë po pritë, sa unë kam një jetë për të jetuar, unë kam një shkollë për të ndjekur, unë kam një karrierë që dua të ndërtoj, dhe dua të edukoj fëmijët e mi me një mendësi më të pavarësuar, me një mendësi të ndryshme, unë do shkëpus këto zinxhir mentalitetit të mykur. Dhe në këtë moment, ti nuk e ke më të drejtën të jetosh jetën tënde. Në këtë moment. Këtu është edhe ndryshimi midis Shqipërisë. Sepse këtu është induktuar në mënyrë glabëruese, në mënyrë të tmerrshme, mendësia që ti do kujdesesh ti, do ta bësh ti vetes, do ta bësh ti vetes në kurban për familjen. Në momentin që e zonjës dashuria jo nuk e zgjodhi kur veten e saj. Dhe përsëri u vra, e mohoi veten e saj. Kur gruaja zgjedh veten e saj, por dhe mohon veten e saj, ku është shtypur për shkak të mentalitetit, ky është ndryshimi i vrasjes së grave në Shqipëri ndryshe nga bota. Ndrojnë jetë, vriten vetëm sepse zgjedhin veten dhe zgjedhin të mos e braktisin më zhvillimin e vetes. Faleminderit Irena për ta mbyllur bashkë dashuran. Jam në fund. Unë doja të theksoja që krimi në familje është qartasi dy problematikë, është edhe problem social, është edhe problem juridik. Në fakt do isha shumë kurioze të dija proces verbalin e mbajtur nga policia në momentin e thërritjes, por meqense se kemi, doja të theksoja që situata në familje ndodhe dhe për shkak sepse burrat akoma ndjejnë që gruaja është pronë e tyre. Pra dhe mund të vrasin dhe nuk ndodh asnjë gjë, është e drejta e tyre për të vrarë dhe kjo na bën neve që të ngrem akoma më shumë zërin. Pra po thua që nuk ka gratë lirë në Gratë burra mos i vrisni, por edhe fëmijët nëse duan t'i dhurojnë një lule nënës për 8 mars, kursejeni, ndihmojeni që ajo të dalë nga zgjedha ku ka rënë me bashkëshortin e saj, nëse shikoni që kjo ndodh në familje. Sa i përket edhe situatës, akoma nuk kemi qartësi juridike, kemi vetëm qartësi sociale në momentet e para, por që pavarësisht se ndoshta nuk ka fajtor sepse fajtori vërtet ka vdekur, normalisht që çelësi i hetimit do jenë edhe bashkëfamiljarët, djali e tjerë që e di edhe më qartë situatën, por edhe policia me proces verbalin e parë duke ditur që ka një proces verbal të parë dhe nuk e dim se si kanë rrjedhur ngjarjet nga ajo ditë deri më sot. Ju falenderoj të dyave për pjesëmarrjen në këtë studio, zëri juaj dhe komentet tuaja shumë të domosdoshme ditën e sotme në këtë ngjarje absolutisht shumë të rëndë dhe nuk dua ta bëja të mbylljen klishe duke thënë që uroj të mos kemi ngjarje të tilla, e them vazhdimisht, sa herë them në këtë studio, menjëherë pas kësaj ngjarje shoqërohet me një ngjarje tjetër që uroj kësaj herë të paktën emisionet të mos jenë me moralizma të mbushura, por të paktën të dëgjoni me kujdes në studion e emisionit Me Zemër të Hapur se çfarë flet avokatja dhe çfarë flet psikologja. Asnjëherë nuk mungojnë në studion e emisionit tonë, ndiqni ligjin, dëgjoni këshillat e tyre dhe më pas do t'ju shërbejnë edhe juve për dal nga ai kolaps ku jeni futur dhe të mos ketë më rritje të statistikave të numrit të grave të dhënuara dhe vajzave të vrara. Bashkë ndajemi këtu të nderuar miq për të u ritakuar në ditën në vijim. Deri atëherë, miru takofshim.